Përshëndetje, sot dua të flas në lidhje me qendrën e parë. Pra, qendra e parë dhe funksioni i saj dhe rëndësia. Qendra e parë është një burim energjie, është një vend ku prodhohet gjithë energjia për trupin ton, pra forca e jetës. Por, nëse ajo energji qëndron në qendrën e parë dhe nuk lëviz lirshëm në të gjithë trupin, atëherë ti do ndihesh i lodhur dhe nuk do të kesh fuqi për të bërë gjërat që ti dëshiron. Ndaj sot vendosa që të flas në lidhje me qendrën. Atëherë çfarë është qendra e parë? E para njëherë nga studimet, gjithmonë unë i referohem studimeve, qendrat, trupi jonë është përbërë nga 7 qendra. Qendra e parë që është e vendosur pikërisht në zonën e këmbëve, pra pjesa e pelvisë të thënë ndryshe dhe përfshin këmbët, përfshin organet e riprodhimit, zorën e trash, zorën e holl, dhe veshkat, por sipas studimeve të tjera thuhen në disa studime edhe gjendër mbiveshkore, sepse prodhohet adrenalina dhe kortizoli. Dhe për qendrat e tjera do të flasim në ditët në vijim. Por qendra e parë, ose më saktë qendrat energjetike, çfarë janë? Janë grupe neuronesh, pra që i korespondojnë suprakoshensës. Pra e thënë ndryshe, si që mendja jonë ka një tru, edhe gjithë pjesët gjashtë qendrat e tjera kanë nga një tru ku aty janë të përbërë në grupe neuronesh që i korespondojnë suprakoshensës. Dhe thuhet që ka nga një tru të vogël, sepse trupi, mendja dhe zemra veprojnë në mënyrë të ndarë nga njëri tjetri. Dhe pra veprojnë në sensin që nëse ti për shembull je në gjumë, mendja është në gjumë, trupi është i zgjuar. Apo nëse ti për shembull je në një mjedis ku je duke, pra një mjedis ngjarje, ka një ngjarje që po ndodh, trupi yt, pra sipas qendrave të caktuara nëpërmjet këtyre grupeve neuronesh, e thith këtë informacion. E thith dhe më pas të shërben për të prodhuar kimikatet apo hormon, dhe më pas kimikatet në hormonet përkatëse. Ndaj dhe zgjodha të flas në lidhje me këtë temë për të kuptuar nga ana biologjike, anatomike, se çfarë lidhje ka trupi ynë, që sot shumë studime shkencore po e mbështesin tezën që ne jemi energji, trupi jon është energji, dhe ndaj unë marr guximin për të folur në lidhje me këtë, pasi dhe nga eksperienca ime e kam vërtetuar që vërtet ne jemi energji, sepse atje ku ti çon vëmendjen, energjia jote shkon. Për shembull, nëse ti dëshiron që të shërohesh nga një X diagnozë, atëherë duke punuar sipas teknikave dhe hapave përkatëse, ajo diagnozë do të shërohet, sepse trupi yt është energji dhe ti je fuqi. Çështja është si do ta përdorësh këtë energji. Atëherë qëndrojmë te qendra e parë. Qendra e parë, tham dhe një herë, është forca e jetës. Aty është energjia më e madhe dhe nëse aty ka një blokad qoftë të vogël, ajo do të bëjë që kjo energji të qëndrojë në qendrën e parë dhe mos të ngjitet lart për të lëvizur lirshëm kjo energji në trupin ton. Por çfarë e bllokon këtë qendër? Atëherë kur ti ndije, këtë qendër ka të bëjë kryesisht me ngjarje që mund të kenë ndodhur nga momenti që ti ke lindur dhe derisa je rritur, por edhe në një moshë të rritur mund të ketë, por kryesisht është në fëmijëri. Atëherë kur ti ke lindur për shembull dhe je rritur në një shtëpi kur ka pas mungesë financash për të bler ushqimet bazike, pra për të siguruar produktet e shportës, për të siguruar nevojën për të ushqyer, pra sa ushqim ka pasur në shtëpinë tënde për të ngrënë.
por mund të jetë edhe diçka tjetër, sepse varet nga nevoja nga mënyra se si e percepton fëmia, për shembull mund të ketë pasur ushqim, por ose çfarë financash kërkon. Pra varet edhe nga mënyra si e percepton, por kryesisht ka të bëjë me pjesën e themelit, pra nevojën për të ushqyer. Apo sa i sigurt ke qenë ti në këtë familje nëse ka pasur dhunë fizike apo psikologjike. Pra jo vetëm nga ana financiare, por edhe nga ana e qetësisë. Sa i qetë ke qenë në këtë shtëpi? Sa ke pasur ti dëshirë të shprehësh veten tënde dhe mos të heshtësh? Pra, a je ndjerë ti i sigurt nga prindërit e tu, nga familja jote? A ka pas konflikte fizike apo dhunë fizike apo psikologjike? Të dyja këto edhe shumë të tjera bëjnë që ty të rritet frika, kalon në ankth, në depresion. Pra, nga ndjenja e pasigurisë ndihet frika, ankthi dhe depresioni. Pra, këto blokadat bëjnë që të krijojnë këto emocione të ulta. Ideja tani është, nëse ne këto blokada i çlirojmë, i pastrojmë, sipas teknikave që kanë krijuar shumë studiues dhe që janë trashëguar ndër shekuj, sepse nuk kanë lindur sot më shumë janë përshtatur. Atëherë, këto teknika bëjnë që ti të çlirosh pikërisht blokadën në qendrën e parë, që të sjellësh sërish ndjenjën e sigurisë, të mbrojtjes, jo vetëm nga ana financiare, por edhe një qetësie. Sepse nëse ti i vogël i ndjer i pasigurt nga ana financiare, apo nga ana nuk i ndjer i pasigurt nga shumë aspekte të ndryshme, sepse mund të ketë shumë aspekte të ndryshme, jo vetëm në familje, por edhe në shoqëri, por si e ke përcjell ti këtë ndjenjë pasigurie. Atëherë, nëse ti këtë ndjenjë pasigurie e ke krijuar në fëmijëri dhe ti vazhdon rritesh, ti këtë ende e ke përsëri dhe vepron gjatë gjithë kohës nga një ndjenjë pasigurie. Dhe kjo të bën që ti të ndihesh i pasigurt edhe nëse në shtëpinë tënde financat nuk mungojnë, ti e trajton veten si një ose më saktë trajton veten me një frikë që je i pasigurt nga ana financiare. Kështu që dhe kjo pasaj do të sjellë problematika në qendrën e parë. Qendrën e parë që është në zonën e pelvisit, ku përfshihen kryesisht organet e riprodhimit, veshkat, zora e trash, zora e hollë, këmbët, e thuhet në disa studime dhe gjëndrat mbiveshkore, dhe sepse gjëndrat mbiveshkore janë në qendrën e parë dhe të tretë, por janë të lidhura me njëra tjetrën, sepse këto gjëndra prodhojnë kortizolin, adrenalinën dhe kortizolin. Kështu që ideja është që kjo qendër, që është energjetike, pra qendra e parë, që është në zonën e pelvisit, dhe përfshin të gjitha këto organet, nëse ti ke një emocion të ulët, do kesh problematika të ndryshme shëndetësore, do të shfaqet. Pra mund të kesh një urinim të vështirë, mund të mos njilesh të zënë, mund të mos prodhosh hormonin e duhur që janë estrogeni, testosteroni në qendrën e parë, sepse pra qendra e parë është një grup neuronesh dhe nga ana biologjike kjo është plexus është qendra plexus mesenterik inferior, dhe kjo kur aktivizohet prodhon kimikate dhe kimikatet më pas prodhojnë hormonet. Por çfarë kimikatesh do prodhosh ti? Nëse ti do jesh në gjendje të stresuar, pikërisht do të prodhosh kimikatet jo të shëndetshme për trupin tënd dhe normalisht nuk do të ndikoj në harmoni apo në balancë për pjesën në qendrën tënde të parë. Dhe siç e thash që nëse ti mund të kesh probleme në këmbë të ndryshme nga ana shëndetësore, por kryesisht
Kjo energji, nëse është e bllokuar, është e lidhur pikërisht me këto organe dhe çdo bllokadë në këtë energji do të sjellë një pengesë nga ana e shëndetit, por edhe gjithashtu e lëvizjes së energjisë. Sepse e parë pak nga ana psikologjike, e përmenda edhe më sipër, kjo qendër, tham edhe një herë, kur ndihesh i pasigurt, do të kesh probleme në frikë, në ankth, depresion, dhe ti nuk do të kesh fuqi të bësh gjërat e përditshme të jetës tënde, për të dalë shëtitje, për të bërë palestër, për të kryer, nuk do kesh fuqi të ngrihesh nga krevati. Do bësh atë rutinën tënde, por nuk do kesh një disiplinë tënde të organizuar për të bërë jetën tënde në harmoni me misionin dhe qëllimin pse ne kemi ardhur në këtë tokë. Kjo është arsyeja që unë gjithmonë nga eksperjenca ime rekomandoj që të bëhen teknika frymëmarrje dhe meditime. Unë kam hedhur në YouTube një meditim për qendrën e parë. E kam kryer në bazë të eksperiencës time. Edhe unë e kam pasur të bllokuar këtë qendër normalisht dhe duke identifikuar besimet e kufizuara, duke punuar me këtë qendër në mënyrë shumë rigoroze, por me dashuri, jo me stres. Atëherë ti do ta çlirosh dhe kjo energji, kjo forcë jete do të ngrihet lart dhe do të lëvizë në harmoni dhe në qarkullim për të krijuar jetën që ti ke ardhur në këtë tokë, jetën që ti dëshiron, por jo e orkestruar nga mendja, por një jetë e orkestruar nga shpirti yt, nga një trup i pastër, nga një shpirt i pastër, nga një zemër e pastër. Kështu që unë rekomandoj që të bësh meditime